Do të shkojmë në këtë momente në Shkodër, do të lidhemi me gazetarin sportiv Mariglen Zhivani për të folur për sportin. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ndalemi pak te kampionati, një sezon që shikon në komand Vllaznin, e cila prej më shumë se 2 dekadash të kthej titullin në Shkodër. Fakt Vllaznia po zhvillon një sezon me profil kampioni, nëse mund ta themi kështu, po zhvillon një sezon me stabilitet në rezultate, po zhvillon një sezon që ndryshe nga sezonet e kaluara tashmë ka dhe identitetin e saj në lojë dhe mund të themi që ka edhe një bilanc shumë pozitiv në ndeshjet direkte. Besoj diferenca kryesore nga vitet e kaluara është edhe pjesa e menaxhimit presionit dhe ndoshta edhe aftësia për të marrë pikë edhe në ditë jo optimale, pra një Vllaznin që po tregohet cinike këtë sezon. Megjithatë pesha për të cilë titullin Shkodër mbetet shumë e madhe, mungesa e titullit për më shumë se 25 vite shkrijon një barë psikologjike që shpresojmë që ne si shkodrantë mos ndikojnë në fazën finale tek futbollistët e Vllaznisë. Sidoqoftë ka patur një skuadër që ka patur edhe ajo oscilacione duke lënë pikë rrugës për shumë faktor, por që me rrezikun që mos rrëzohet çdo gjë në fundin e sezonit, siç edhe ka ndodhur apo jo. Faktualitjet janë tipike për një skuadër. Gjitha skuadrat këtë sezon mund të themi që kanë pasur luhatje. Në fakt Vllaznia i ka humbur pikët me skuadrat mesit tabelës dhe poshte dhe ka ndikuar në fakt. Kjo ka treguar, kjo gjë ka qenë sidomos në fazën e dytë kur Vllaznia nuk ishte në ditët e saj më të mira, por shpresojmë që tashmë në fazën e katërt në finish Vllaznia të jap maksimumin e saj dhe tregoj që është aty në momente vendimtare dhe besoj që gara për Final Four ka për qenë e hapur deri në javët e fundit. Si e ka ndikuar, po themi fakti i mungesave skuadrën e Vllaznisë, dëmtimi i Kastratit dhe ikja e Bismarck, ka ndikuar? Shiko, tani Kastrati ka qenë një nga lojtarët më kryesor të poshtit të skuadrës së Vllaznisë. Normalisht dëmtimi i Kastratit prek direkt strukturën sulmuese dhe organizimin që Vllaznia ka patur në atë tranzicionin pozitiv në ato daljet në sulm. Ndërkohë, vitet e fundit edhe sulmuesi Charles Bismarck ka shfaqur probleme serioze madje dhe nuk do të jetë më pjesë e Vllaznisë. Largimi i Bismarck ul opsionet për trajnerin Edi Martini në fazën ofensive, sidomos në këto ndeshje të fundit. Bismarck ka qenë një pikë referimi në sulm, sidomos për të marrë thellësinë dhe për të qenë aty për të fituar duelet fizike me mbrojtësit e skuadrave tjera. Besoj këto dy mungesa janë mungesa shumë të rëndësishme, por shpresojmë që mos të ndikojnë dhe të reduktojnë organikën e trajnerit Edi Martini. Ndërkaq, në garë pas Vllaznisë janë edhe ekipet e tjera, ku Elbasani rrit kuotat për titull, teksa Egnatia është po aty. Si shikoni? Fakt, Elbasani ka rritur ndjeshëm kuotat edhe fal formës stabile që ka patur në ndeshjet e fundit dhe ka mbledhur pikë ndoshta edhe me ekipet e vogla që ndoshta në fund kampionatit mund bëjnë diferencën pikët me ekipet e vogla. Ndërkohë Egnatia mbetet një ekip i disiplinuar, them sa i takon ndërtimit të formacionit, ndërtimit të lojës që ata bëjnë pothuajse kanë një identitet loje në gjithë këto 3 vite që ata kanë qenë pretendentet kryesorë për të marrë kampionatin. Egnatia mbetet një skuadër e rrezikshme në çdo moment dhe ndoshta Egnatia tani edhe me siç po flitet edhe në media me largimin e trajnerit të Tova, ndoshta nuk e shoh aq serioz në garën për titull sa që Elbasani. Elbasani mbetet një ekip shumë serioz, një ekip i mirë financuar dhe besoj gara për titull deri në fund do të shkojë mes Vllaznisë dhe Elbasanit. Vllaznia që diskuton edhe Kupën e Shqipërisë ndërkaq duke pritur Dinamo në datën 23. Po, Vllaznia është në garë edhe për Kupën e Shqipërisë, çka detyrimisht rrit edhe ngarkesën
fizike tek lojtarët. Besoj ndeshja që do të luhet mërkurën në 23 prill është kyçe për Vllaznin, pasi është direkt kalimi në finalen e Kupës së Shqipërisë. Ndoshta një kalim në finalen e Kupës do të rriste moralin edhe tek futbollistët për të besuar që mund t'ia dalin për ta sjellë titullin Shkodër, por ndoshta çdo sforcim shtesë mund të ndikojë edhe në kampionat. Në këto javë fundit trajneri Edi Martini mund të ketë pak sa dhimbje koke për të menaxhuar edhe rotacionin e skuadrës, nëse mund ta themi kështu, pasi do të jetë vështirë në fakt jo për Vllaznin, por për çdo ekip të kampionatit shqiptar që të luftojë në dy fronte, si në kampionat si në kupë. Si e shikon pozitën e tre skuadrave të kryeqytetit, Dinamos, Partizanit, për të shkuar edhe më tej? Po në fakt Dinamo ka patur paqëndrueshmëri, nëse mund ta themi kështu, në rezultatet e saj, por gjithsesi Dinamo mbetet një ekip i rrezikshëm në ndeshjet direkte, ka një organik të mirë, ka lojtarë shumë cilësor brenda ekipit të saj. Nga ana tjetër, Partizani ka lojtarë me cilësi individuale jashtëzakonisht shumë të mira në këndvështrimin tim, por ka patur një mungesë vazhdimësie në ndeshjet e fundit. Në fakt do të jetë një kampionat i hapur deri në fund në lidhje sa i takon pozicionimit mes këtyre dy skuadrave, Dinamos dhe Partizanit. Nuk shoh diferenca mëdha mes dy ekipeve, realisht të drejtën, por ndoshta do të jenë episodet që mund të bëjnë diferencën dhe fakt shoh më favorite Partizanin për të qenë katërsh se sa Dinamon, për hir të vërtetës. Si e mendoni, çfarë kanë më shumë se sa Vllaznia, rivalët e tjerë që mund të rrezikojnë më shumë këtë skuadër? Shiko, nëse mund të bëjmë një krahasim, në fakt në Shkodër presioni unë jetoj këtu, kam kontakte çdo ditë me njerëz të ndryshëm dhe në fakt presioni, jo presion, po presion ndoshta në kuptimin e mirë fjalës, presioni pozitiv për të sjellë titullin në Shkodër bëhet i madh. Shkodra vuan për titullin kampion, e kemi thënë shpeshherë në lidhjet tona direkte, Shkodra vuan shumë për titullin kampion. 26 vite janë shumë për Shkodrën, e cila vitet e fundit ka qenë pretendente deri në fund për titullin kampion. Ndoshta ekipet e tjera kanë më pak presion, nëse mund ta themi. Egnatia ka 2 vite radhazi që e merr kupën. Edhe Elbasani është një qytet që në fakt e do shumë sportin, është një qytet që edhe presidenti i Elbasanit, zoti Lupa, ka investuar shumë për ekipin e tij, por ndoshta presioni mund të bëjë diferencën në ndeshjet finale. Ne kemi parë edhe sezonin e kaluar në finalen me Egnatian, Vllaznia e mbushi stadiumin dhe ndoshta ndonjëherë ky presioni për të sjellë titullin në Shkodër kthehet edhe në bumerang për futbollistët e Vllaznisë. Unë ju uroj suksese Zhivani, skuadrës Vllaznisë. Faleminderit që ishe me MC në informacion. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju përshëndes.